Jam e sigurt që receta e sotme do t'ju pëlqej shumë, do ta bëni save, do me thonë do ta ruani dhe do ta shpërndani me miqtë tuaj sepse vërtet ja vlen. Është pure me patate dhe oktapod. Si fillim vendosim për të zier ujin së bashku me qepën dhe karotën dhe degën e selinos, oktapodin e shplajmë në ujë të rrjedhshëm dhe pasi uji është zier e zhysim oktapodin 3 herë, siç ua tregoj në video. Nëse oktapodi është i ngrirë, nuk ka nevojë që të bëhet kjo procedurë. E zim për gati 40 minuta dhe e lëm që të ftohet në ujin e vet. Filloj me përgatitjen e pures. Si fillim shtypim patatet me shtypsen e patateve, nëse nuk keni mund të përdorni dhe pirunin. E kalojmë në zjarr të ulët. Pak e nga pak shtojmë qumshtin e ngrohtë, e aromantizojmë me plur, hudhre, ar moskat, e rregullojmë me krip, shtojmë edhe gjalpin, i përziejmë mirë të gjitha. Më pas shtojmë edhe djathin kaçkavall. Unë kam shtuar dhe pak qumësh për arsye sepse fëmijët e mi e duan pak më të ujshme dhe jo shumë të mpiksur. I përziej mirë derisa masa të lidhet. Më pas marrim oktapodin dhe e ndajmë në pjesë. Edhe skuqim në vaj e aromantizuar me hudhër dhe deg majdanozi. Hidhni më pak vaj se mua më shkau pak dora dhe hodha më tepër. I shtrojmë të gjitha këto, i hedhim në pjatë, shtojmë oktapodin, mua më teproj edhe oktapod dhe patate dhe me ato përgatita dhe një sallat deti. Nëse përgatisni të gjitha këto, ju bëf të mirë.